Ashtu si Osmanët u ngritën nga origjinat modeste midis fiseve të Anadolit, për të drejtuar një perandori botërore. Kështu dhe rivalet e tyre Safavit në lindje dolën nga errësira relative për të krijuar një shtet perandorak dinamik të begat. Safevidët ishin ose me origjinë kurde ose me origjinë turke. Në fundin e shekullit të 13, një antar i familjes Safevide themeloi një vëllazëri fetare sunite sufite në Azerbajxhan, në rajonin turqisht folës të Iranit veriperëndimor. Vëllazëria bëri për veten ndjekës të flakt midis fiseve baritore turke të zonës. Dhe ndikimi i saj ishte shtrirë nga fundi i shekullit të 15 në Anadol dhe Siri. Krerët e vëllazërisë i udhëhiqnin fiset në ekspedita kundër të krishterëve të Kaukazit, duke fituar me këtë fuqi temporale, si dhe duke rritur reputacionin e tyre si shërbëtor të Islamit. Ndjekësit e tyre turq u njohën si Kızılbaşı apo Kokëkuqt, sipas mbështjellëses së kuqe të kokës që mbanin për të identifikuar si mbështetës të vëllazërisë Safevide.